E kam njohur jashtë, Brikena refuzon t'i bashkohet akvariumit. Nuk dua të shkoj dhe i kuptoj qëllimet e Mateos. Gjatë kësaj pjese të Prime, vëmendja u përqendrua tek Brikena dhe vendimi i saj papritur për të mos iu bashkuar akvariumit. Teksa moderatori komunikoi vendimin e produksionit, Brikena reagoi menjëherë me refuzim të prerë, duke deklaruar se nuk kishte asnjë dëshirë të shkonte atje. Ajo u shpreh se Mateon e njeh edhe jashtë shtëpisë dhe se është plotësisht e vetëdijshme për qëllimet e tij. Sipas Brikenës, ftesa për në akvarium nuk i ishte as pak e sinqertë, por një lëvizje e menduar strategjikisht nga ana e produksionit. E kam njohur jashtë dhe i kuptoj qëllimet e tij, u shpreh ajo, duke lënë të kuptohet se mes tyre ka një histori apo njohje apo thjesht biseda, që publiku ende nuk e di plotësisht. Brikena nuk kupton dhe gjykon këtë lojë të produksionit, duke thënë se s'ka asgjë me Mateon, dhe ai këtë e di shumë mirë, dhe s'kemi asgjë me njëri tjetrin përveç se një njohje. Ky qëndrim i saj krijoi menjëherë reagime brenda dhe në studio. Refuzimi i Brikenës u interpretua nga disa si një akt force dhe qartësie, ndërsa të tjerë e panë si shmangje nga një situatë dhe një përballje e drejtë për drejtë. Situata u bë edhe më e tensionuar kur Mateo u shfaqi surprizuar nga deklarata e saj, duke mohuar çdo prapaskenë apo qëllim të fshehtë. Ky Prime u mbyll me pikpyetje të forta. Çfarë di realisht Brikena për Mateo nga jashtë? A ka një histori të pathënë mes tyre? Dhe a ishte ky një refuzim, një mbrojtje personale apo një lëvizje e zgjuar loje? Një gjë është e sigurt, vendimi i Brikenës hapi një kapitull të ri tensioni brenda shtëpisë dhe pritet të ketë pasoja në ditët në vijim.